Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me kartën fshesa, që është energjia e pastrimit dhe sqarimit. Mund të lindin biseda të rëndësishme, diskutime të vonuara, ose situata që kërkojnë të adresohen. Edhe nëse disa momente mund të jenë të tensionuara, qëllimi i kësaj karte është të largoj atë që nuk funksionon më. Gjithashtu unë do të thoja të mos kërkoni konflikt, por as të mos të rriqeni prej konfliktit kur është i nevojshëm, sepse në fund fshesa krijon hapësirë për më shumë qartësi dhe qetësi. Qeni sjell besnikëri, mbështetje dhe siguri emocionale. Një mik, një partner ose një person i afërt me ju mund të tregojë se është më i gatshëm ose më e gatshme t'ju mbështes nga sa mendoni. Qeni ju kujton rëndësinë e njerëzve që qëndrojnë pranë jush në mënyrë të sinqertë. Besimi dhe besnikëria duket se janë tema qendrore të javës për ju. Unë personalisht ndjej se kam shpirt të vjetër, por jo të nënshtruar. Dhe ndjej gjithashtu se shpirti im është i lidhur me vlera që nuk ndryshojnë me kohën. Pse e thash këtë unë? Sepse fjala besnikëri mua më duket sikur ka humbur nga shkëlqimi i dikurshëm, sepse jetojmë në një kohë ku gjithçka ndryshon shpejt, familja, marrëdhëniet, vendet e punës, miqësitë, madje edhe vetë prioritetet personale. Për këtë arsye, disa e shohin besnikërinë si diçka të vjetër, disa e shohin si diçka të rrallë, disa e shohin si jashtëmode. Dhe ajo çka doja të thoja është se pikërisht sepse besnikëria është bërë më e rrallë, ajo është edhe më e vlefshme. Pra, në rastin e kartës së qenit, flitet për njerëzit që zgjedhin të qëndrojnë pranë jush, edhe kur nuk kanë asgjë për të fituar. Dielli ndriçon të gjithë panoramën me energji pozitive. Dielli sjell qartësi, sukses edhe ndjesinë se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Mund të merrni një lajm të mirë ose të shihni rezultate konkrete nga përpjekjet tuaja. Dielli është një kartë që rrit vetbesimin dhe optimizmin. Kalorsi sjell lëvizje, lajme dhe zhvillime të shpejta. Një mesazh, telefonat ose takim mund të ndryshojë ritmin e javës. Kalorsi tregon se energjia është në lëvizje dhe se diçka që e prisnit mund të afrohet më shpejt se sa mendonit. Kalorsi sjell ndjenjën se gjërat po përparojnë. Unaza simbolizon angazhimin, marrëveshjet dhe lidhjet afatgjata. Mund të bëhet fjalë për një marrëdhënie, për një bashkëpunim ose një premtim që fiton më shumë rëndësi. Unaza sugjeron se disa lidhje mund të forcohen dhe mund të hyjnë në një fazë më të qëndrueshme. Çelësi është karta e zgjidhjeve. Çelësi është karta e hapjes së dyerve të rëndësishme. Gjatë kësaj jave mund të gjeni një përgjigje që e kërkonit prej kohësh ose të kuptoni më qartë drejtimin që duhet të ndiqni. Çelësi tregon se disa ngjarje janë të destinuara të ndodhin dhe se mundësitë që mund të shfaqen tani kanë rëndësi të veçantë. Tërfili mbyll panoramën me energji fati dhe bekimesh të vogla. Mund të ndodhë diçka e papritur që mund t'ju sjellë gëzim, lehtësim ose një mundësi të mirë. Edhe nëse është një zhvillim i vogël, ai mund të ketë ndikim më të madh se sa duket në fillim. Tërfili ju thot të jeni të hapur ndaj surprizave të këndshme. Sfida e javës për ju është karta intimiteti. Pra, sfida mund të jetë hapja emocionale ose lejimi i dikujt që t'ju afrohet më shumë. Ndonjëherë është më e lehtë të ruani kontrollin se sa të tregoni ndjenjat dhe dobësitë tuaja.
Mua personalisht më duket më tepër sikur sfida për ju është se dëshironi të krijohet afërsi e vërtet me dikën në mendjen tuaj dhe jo vetëm kontakt sipërfaqësor. Pra, afërsia nuk po realizohet aq lehtë sa dëshirohet. Bekimi i javës për ju është karta sfidat. Si bekim, kjo kartë tregon se pikërisht vështirësitë po ju ndihmojnë të rriteni dhe të zbuloni forcën tuaj të vërtetë. Sepse çdo pengesë që mund të shfaqet gjatë kësaj jave ka potencialin të shndrohet në një mundësi për zhvillim dhe vetbesim. Në Prism Oracle kemi kartën ëmbëlsi. Kjo kartë sjell energji harmonie, kënaqësie dhe ngrohtësie emocionale. Pavarësisht sfidave ose sqarimeve që mund të ndodhin, zemra juaj mund të përqafohet nga nuanca butësie. Pra, kjo javë sjell qartësi, lajme të mira dhe mundësi për të forcuar lidhje të rëndësishme në jetën tuaj. Pastrimet dhe sqarimet sjellin zgjidhje dhe një ndjenjë të ëmbël. Dhe unë do të thoja me kaq shumë ëmbëlsi sa keni këtë javë, kam frikë se javën tjetër mund t'ju dalë në Prism Oracle insulina. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: jo çdo sfidë ju largon, disa sfida ju afrojnë më pranë asaj që kërkoni. Paç.